Kërkesa e Partisë Demokratike ka qenë për çështjen e mosës së përkohshme. Do ta qartësojmë këtë dhe pozicioni jonë ka qenë shumë i drejtë, shumë i arsyeshëm që është dashur një mosë e përkohshme derisa të përgatiten kushtet, të informohen gjitha bizneset dhe të fillojë një proces normal që do duhemi filluar për cilën realisht tashmë është e vërtetuar që nuk ka qenë mirë i përgatitur procesi i liberalizimit, sidoqoftë vendimi është vendim dhe ne nuk kemi asnjë koment tjetër rreth vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ato duhet zbatohen si gjithherë për Partinë Demokratike. Normalisht që Pala është e kënaqur sepse kjo e ka legjitimuar politikën e tyre në dëm të bizneseve dhe në dëm të realisht të transparencës dhe metodologjisë së punës në hapjen e tregut. Sigurisht ne jemi pjesë e proceseve politike dhe do të shohim veprimet e përgjithshme se si do të rrjedhë situata dhe mbi të gjitha për ne është tepër me interes që sektori energjetik i vendit të kalojë në normalitet, sektori energjetik i vendit të kalojë në atë që do duhet të jetë, sidomos zërreja të jetë e pavarur, e cila fatkeqësisht dhe mjerisht për vendin dhe ekonominë tashmë ka kaluar në aset direkt të politikës ditore të qeverisë Kurti. Dhe në këtë relacion, Partia Demokratike shqetësimin e ngrej pikërisht për faktin e ndërhyrjeve politike në rregullator. Saktësisht e kemi fjalën të çështja e liberalizimit, të çështja e ngritjes çmimeve, të çështja e mos monitorimit adekuat dhe profesional tashmë të aferës së madhe e cila po rrjedh për ditë më shumë të çështjes së njësorëve të energjisë, të çështja e tregtisë së energjisë, të çështja e planifikimit, të mos transparenca kështu me radhë. Vetëm skandalet e fundit në çështjen e njësorëve dhe skandali tjetër që tashmë u dash të kemi një qendrim për çështjen e planifikuar për ngritjen e çmimit dhe lojës politike që e bën për momente të caktuara, do thotë ne kemi dyshimet tona që ata janë kthyer në mekanizëm krejtësisht politik.